Projekti Policy Answer është një projekt i mbështetur nga Komisioni Evropian nëpërmes të programit Horizon Europe, edhe ky projekt ka pas përqendrimin për të kriju politikat cilat të avansojnë kërkimin dhe inovacionin në Ballkanin Perëndimor dhe e rrisin pjesëmarrjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor në programet kornizë të Komisionit Evropian, cilat mbështesin kërkimet dhe inovacionet. Ky projekt është zhvilluar prej 1 marsit 2022 deri do të përfundojë me 30 prill 2026, domethënë gjatje prej 15 muajve, 5 vitesh. Pra është një konsorcium mjaft I gjerë, po e shihni, pra udhëheqet nga Qendra për Inovacione Sociale e Vjenës. Reinvesti merr pjesë në disa pako, por është I përqendruar në pakon 3, që ka të bëjë me ngritjen e kapaciteteve për kërkime në Kosovë. Tu I shihni pak a shumë në slajdin tjetër, I kemi më njerë po kalojmë te pakot e punës. Në këto janë pra gjithsej të pakot punës e para ka të bëjë me një dialog politik, ku nëpërmes të këtij projekti organizohen takimet gjitha ngjarjet që kanë të bëjnë me ministrit në Ballkanin Perëndimor. Domethënë është një takim vjetor I ministrave, por edhe shumë ngjarje tjera në nivele më të ulta, në krahasim me ministrat, ku trajtohen problemet më aktuale. Për pakoja e dytë ka të bëjë me disa çështje strategjike që kanë të bëjë me në mbikëqyrje se si janë të ndërlidhur aktorët e ndryshëm dhe monitorimi I lidhur me zhvillimet. Spari gjatë tyre 4 viteve gjithmonë janë përditësuar, janë analizuar profilet e secilit vend Ballkanit Perëndimor sa I përket pjesëmarrjes në European Research Area. Edhe progresi që ka ndodhur. Pastaj ka të bëjë edhe me foresight, që domethënë aktualizimi I strategjisë të zhvillimit kërkimeve dhe inovacioneve në Ballkanin Perëndimor, edhe disa policy briefs që kanë të bëjë me çështjet aktuale që ndërlidhen këtu. Pakoja e tretë ka të bëjë me programe për ndërtimin e kapacitetit në secilin prej vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pakoja e katërt përqendrohet në kërkimet dhe inovacionet në këto 3 prioritete tematike të Komisionit Evropian, që kanë të bëjnë me transformimin digital, transformimin e gjelbërt dhe shoqërinë e shëndosh. Dhe natyrisht, pakoja e 5 ka pas disa aktivitete pilot, që ka qenë një grante për projektet vogla kërkimore në industri, edhe vaucher të ndryshëm, si dhe disa investime në infrastrukturën kërkimore, edhe një akademi online për inovacione. Do të prezantojmë një policy brief për zhvillimet në sektorin e kërkimeve dhe inovacioneve viteve të fundit, përkatësisht nga viti 2023 deri me tash, domethënë kjo periudhë është marrë për raportim nga koha kur është miratuar strategjia e fundit e sektorit, përkatësisht plani kombëtar I shkencës për vitet 2023-2028. Do të përpiqem që të prezantoj një përshkrim raporti përmban, domethënë një përshkrim të gjendjes në gjendjes aktuale në dritën e zhvillimeve të fundit, pra. Do të përpiqem që të identifikoj problemet kryesore dhe në fund kemi rekomandimet.
Në sektorin e kërkimeve dhe inovacioneve, Kosova ka probleme në të gjitha aspektet e zhvillimit të kësaj fushë, po ato kryesorët janë financimi i ulët, kapacitetet e pamjaftueshme të implementimit të agjensive implementuese të strategjisë kombëtare për këtë fushë, korniza ligjore, pastaj e lidhur me këtë është edhe problemet me implementimin e programit kombëtar të shkencës, problemet të bartësit kryesor të kërkimeve dhe inovacioneve që janë universitetet publike, performansa apo produktiviteti i ulët i Kosovës në këtë fushë, sukseset modeste ose të pakënaqshme në fushën e ndërkombëtarizimit, përkatësisht të bashkëpunimit ndërkombëtar. Atëherë kemi bërë një raport shkurt, një draft raport shkurt lidhje me financimin dhe digitalizimin e sektorit shëndetësisë në Kosovë. Ky raport i shkurt është bazuar në raportin e kaluar të Reinvestit, i cili ka adresuar çështjet e financimit të shëndetësisë, edhe ku është cek domethënë që pjesëmarrja e ulët të shëndetësisë në buxhet dhe në bruto produktin vendor vazhdojnë. Pak më shumë, pak më dalë që s'dihet. Vazhdojnë të mbesin sfida, përdorimi dhe shfrytëzimi i buxheteve të planifikuara për institucioneve shëndetësore ishte jo i kënaqshëm. Ngarkesa e lartë e shpenzimeve shëndetësore, domethënë që mbulohen nga buxheti familjar, edhe vonesa në funksionalizimin e sigurimeve shëndetësore, por edhe të sistemit të informativ shëndetësor. Ky draft raport i shkurt është kryesisht mbështetur domethënë në vitet 2024-2025, është mbështetur në analizën e burimeve digjitale online, të përfshi publikime zyrtare të institucioneve, raportet e punës, raporte strategjike, raportet auditime, statistika ndërkombëtare edhe raporte të tjera. Raporti ka evidentuar gjithashtu veprime të ndërmarra krahas rekomandimeve që janë dhënë në raportin e kaluar. Çështjet kyçe që vazhdojnë të mbesin ende, domethënë është prap nën financimi apo financimi jo i duhur, shkollën jo e duhur të shëndetësisë në Kosovë. Kjo mbetet ende në 50% të mesatarës së Ballkanit Perëndimor. Të dhënat e Bashkimit Evropian domethënë janë që mesatarja e vendeve të BE-s në vitin 2023 është 7.3% e brutoproduktit vendor të tyre, ndërsa tek Ballkani Perëndimor, sipas të dhënave të fundit nga Banka Botërore, ishte 5.95% e BVP-s të tyre. Zonja Fatima Rendiu qosja. Shembull, sektori privat mundet me kontribuar.